Mos konstituimi i institucioneve në formën që duhet ka shkaktuar një vakum të madh sa i përket ekonomisë, dhe Kosova nuk e ka arrit atë potencialin e vet për rritje ekonomike që ka pas mundësi sikur të kishim një qeveri funksionale dhe institucione edhe çështje politike të jenë më stabile. Në një, investimet kapitale nuk kanë qenë nivelin e duhur, duke marrë parasysh mandatin e cunguar të qeverisë në detyrë. Pastaj shumë marrëveshje ndërkombëtare nuk kanë mujt të nënshkruhen dhe ratifikohen. Për këtë arsye Bosnia e Kosova ka pas humbje të mëdha sa i përket financimeve nga jashtë, si edhe klima, pastaj kjo pasiguria të çka do të ndodhë, pasiguria është një armik i madh i sektorit privat, sepse hezitojnë të investojnë, hezitojnë të rritin kapacitetet prodhuese, investimet në infrastruktura apo në projekte tjera madhore, dhe kjo ka pas pastaj ndikim në krijimin e një klime ku nuk promovohet zhvillimi, rritja, po është promovohet më shumë pasiguria derisa të krijohen disa institucione që i zhdasht më kriju. Do të thotë humbjet janë të mëdha për sektorin privat, sepse nuk o arrit kapaciteti që është prit të arrihet. Ndërsa çka e pret qeverinë e re është së pari duhet të shikohet ku ka ngërçe në aspektet administrative, se kemi shumë komuna, shumë nivele lokale që nuk i kanë marrë buxhetet e duhura, të bën pagesat, se kemi shumë biznese që kanë kry punë për institucionet, por nuk janë duke i marrë mjetet e tyre. Kjo është një handicap i madh për ta. Paguhen gjitha obligimet institucionale, të ratifikohen marrëveshjet me BE-n, me Bankën Botërore, ku të thithen fondet që janë të nevojshme për infrastrukturë, për proceset e ndryshme integruese, si edhe të fillohet me njëherë me aplikimin të politikave zhvillimore, buxheti fillohet të shpenzohet në investimet kapitale, si dhe duhet të miratohet baza ligjore që kemi një vit të humbur sa i përket reformave ligjore për avancimin e ekonomisë. Do të thotë këto janë katër shtyllat që qeveria duhet të fokusohet.